Koha është për edhe një përballje dramatike dhe shfaqje fantastike basketbolistike, çfarë si vjet po japin vllazënimi dhe Sigal Prishtina. Vetëm 14 ditë pas u ndeshën në finalen super dramatike të Ligës Unike, e cila shkojnë vazhdime, ku vllazënimi poshti Sigal Prishtina në Prishtinë duke ngritë trofeun e parë pas plot 29 viteve. Këto dy skuadra u ndeshën përsëri në palesën e sportit në Prishtinë kësaj here për ta filluar serinë çerek finale të play-offit duke kërkuar vizën gjysmë finale dhe përsëri na përgatitën shfaqje fenomenale. Çdo gjë është e gatshme për ndeshjen e dy çerek finale. Mahal Bashish dhe Gjitobo. Presi ka ardhur, atje Don Polloshka e humb topin një vjet, Daniel Lekëndreja kundër sulmi shpejt, për mrekulli, fluturon në lartësi dhe e ngulit Jordan Davisi. Çfarë ngulitje bukur, çfarë shkëputje pranë Trey Andersonit për 0-2. Gjitobo dhe Mahal Bashish. Trey Anderson, bukur atje për mrekulli, i mbyllur nga Don Polloshka. Helms për Trey Andersonin, i cili lanson dhe treshën. Bukur mbi Trey Andersonin, po Mahal Bashishi atje. Bukur me Janjevën, ndalet në mënyrë të palejuar dhe do t'jetë lojë për 3 pikë. Shumë agresive. Po shohim e tani, pra e kanë shtu agresivitetin. Mirë, po kjo nuk kryen shumë punë. Mbrojtjet tani janë shumë agresive. Në fillim pra në ato 90 sekundat e para. Jo, bukur atje, Helms për mrekulli, kërcim në sulm. Janjeva lëvizje bukur mashtruese, Depërton, bon slalom dhe Janjeva shënon. Kërkon blok atje për pick and roll, Depërton deri në fund. Sa bukur atje, doni për Atiku asiston dhe Gjitobo realizon. Don Polloshka sigurisht se do ta mbyll atë vin fundore. Mbrojtje zonale, Tarant përsëri mbetet i vetmuar, nuk ja hush. Davis, lëvizje mashtruese Davisit, i cili pranë Polloshkës realizon për 6 pike përsi. Kemi një seri të shpejt prej 7-2. Mirë, po s'ka problem, aty me njëherë është Helms në vend. Danieli MVP i ndeshje, sa bukur atje, rolling dhe sin bashkët babës kalon. Ky është qysh e kom zakonin me thonë një lokumeara, por të cilin nuk e shfrytëzoi Walker. Në anën tjetër Zakor për mrekulli për 14-19. Kërcim në sulm, i vetmuar Tarant bi Helmsin, çfarë aksioni mirë. Don Polloshka e sheh bukur atje Ariana Zemi. Edhe një top i vjedhur nga Riki Tarant. Po, 2 topat e humbur të Arianit deri tash Lekëndre. Opa, lëvizje bukur mashtruese Depërton realizon dhe e përsin e parë 2 shifrore. Helms për mrekulli atje Depërton. Opa, atje pati kontakt. Megjithatë Helms i shënon pikët e para, 9-0 ishte seria dhe pas 3 minuta gjysmë pikët e para të vllazënimit për 16-24. Sa bukur fis rrugova Depërton dhe Eri kthen e përsin 16-26 këtu. Olin Carter nga ana Depërton dhe realizon 28 pikë dhe kanë shpresuar, por po shihet që është duke qaluar atje. Bukur Davis për mrekulli, Depërton realizon për 18-30. Mbrojtje e mirë në Zakorit, i cili e blokon. Shikoni se si e tregon vetën. Mirë, po Helms me treshe, prej tyre 2 treshe. 4-4 është për 2 pikë në Super League si vjet. Tarant e sheh korridorin e hapur, sa shpejt quan atje. Muhamed Ali Janjeva. Zakor dhe Gjitobo, bukur me haprapa mbi Gjitobon. Se sa për Mahal Bashishin, trajneri Olmos, edhe njëherë i pandalshëm është Josh Zakor. Sinani dhe Janjeva, të cilët e fituan edhe trofeun, Arbër Sinani, sa bukur Arbri për mrekulli, lëvizje mashtruese e tij në zinxhirin e mbrojtjes së vllazënimit. Realisht aq shumë e ruan energjinë për sulm Helms. Edhe njëherë Janjeva për atë në mbrojtje. Për 25-42 dhe tani në këto 10 minutat e fundit të shkëlqyeshëm Carter Depërton realizon. Në çdo aspekt mund të themi akon Prishtina sonte është larg më e mirë. Edhe një shënimi
Olin Carterit. E tani Helms po vendos të luaj në mënyrë individuale. Asiston atje. Helms me Davisin 1-1. Kthehet prapa, tenton dhe i pandalshëm është Jerry Helms. Çfarë presingu në fund të pjesës së parë. Malbashic me ati koshin atje dhe Malbashic realizon pas 3 minutave loj. Helms për Gjito Boni i cili realizon sepse ishte pressing. Helms për mrekulli, depërton në thellësi. Malbashic me lëvizjen e tij karakteristike. Gjito Bo, edhe njëherë Gjito Bo, edhe me Horog atje mbi Malbashicin, tani aktivizohet edhe Gjito Bo. Malbashici mbrojtje mirë e tij ishte situat 2-1, Malbashici i cili asiston për Davisin i cili shënon. Mbrojtje mirë e Malbashicit parës, Gjito Bo, bukur te ati koshi, i cili treshën e realizon. Pas ati rikthimi në fund të pjesës së parë, Tarant me treshe në qaste shumë të rëndësishme. Në anën tjetër ati koshi, lëvizje bukur, mashtruese ati kot. Lekëndreja i deporton dhe në thellësi është pozite Gjoshën Zakorit i cili prej këtyre pozitave qerek finalja e dytë e play-offit mes të Vllaznimi dhe Sigal Prishtinës. Gjito Bo e përmirëson, realizon blok nga Walker. Malbashici edhe Matej Anderson nga pozita e tij realizon dhe rezultatin në vetëm 3 pike afron. Tash vetëm 3 vite më herët ishte qendër në Euroleague, tenton për 3 pik, topi hyn e del. Helms edhe Lekëndrejaj, uso bukur. Me hap onash këto moti në Kosovë. Nuk e kam po. nuk pate se çka mi bo në atë moment. Anderson tenton, nuk realizon. Don Poloshka e shpëton, Anderson depërton. Realizon dhe një gjuajtje e lirë. Aj. Nga minus 21, tani vetëm 1. Pike përsi për mysafirët. Ja shikoni Trey Anderson. Lekëndrejaj tenton dhe Lekëndrejaj treshën e realizon. Kanë shfaqur lojna shumë të bukura dhe rivalitet të jashtëzakonshëm. Topi humbur atje, kundërsulmi shpejt. Helms për mrekulli dhe 68 me 63. Deporton dhe çfarë blokade nga Gjito Bo. Helms lëvizje mashtruese, Eshe Andersonin i vetmuar për 3 pik dhe 20 në total të tij. Blok atje i Gjito Bos për Helmsin i cili për një çast u dyfishua, do të luan 1-1 me Davisin me shpinë sigurisht dhe do të kthehet për të realizuar pikën e 35 të tij. Për herë të parë sonte pra nga minus 21 në plus 10. Davis deport, ter total. Jo, zotni Davis, s'ka kalim, i thot Gjito Bo. Janjeva e gabon atje kundër sulmi shpejt i Helmsit, shkon nga koshi në kosh, deporton, nuk realizon, e përmirëson dhe rezultatin 12 pike përsi. Tarant është pranti, Anderson e kërkon topi, sa bukur atje. Gjito Bo në asistim të Andersonit. Normalisht e ka e përsi, nuk ka se çka të ngutet në këto momente vllaznimi. Anderson deporton dhe tani Gjito Bo dhe Malbashici. Përsëri dueli gjigantëve. Tenton atje, ka pranuar goditjen në fytyrë. E këthen të Walker i cili dim prej këtyre pozitave të realizon. Anderson edhe një herë. Çfarë kërcimi në sul. Tentim për 3 pik, nuk realizon. Dhe 1 sekund deri në fund. Adhurues të basketbollit 87 me 73.
realizojnë Amri Petra dhe pranojnë pikët. Pra 90-73, fitore e vllaznemit të Gjakovës. Me të vërtet sonte kemi pa një ndeshje, një shfaqje fantastike basketbolistike, adhurues të basketbollit.